Komisioni Parlamentar i Punës Sociale, Demografisë dhe të Rinjve i dha dritën jeshile propozim ndryshimeve ligjore me të cilat vjet në funksion të plot regjistri i posaçëm i personave të dënuar për krime seksuale ndaj fëmijëve dhe pedofilëve. Teksti harmonizohet me ndryshimet në Kodin Penal, ndërsa pas miratimit të plot nuk ka më pengesa ligjore për funksionimin real të regjistrit. Bëjmë harmonizim të ndryshimit në Kodin Penal, gjithsesi me atë që më herët ishte persona të mitur, tani trajtohen si fëmijë. Regjistri që për fat të keq edhe nuk ka funksionuar, me hyrjen në fuqi të këtyre propozim ndryshimeve të këtij ligji, do të rregullohet tërësisht. Deputetja e koalicionit Vlen, Imërlie Saliu, tha se fakti që ky ligj ka mbetur nëpër labirinthet e kuventit ka shpëtuar 10 pedofile abuzues fëmijësh. Përcakton qartë veprën penale ndaj fëmijëve, përcakton institucionet dhe procedurat për dorëzimin e të dhënave në regjistër, pastaj siguron që regjistri të përmbajë të dhëna të plota dhe të azhuruara për të gjithë kryerësit e dënuar. Këta janë ndryshimet të cilët i parasheh ligji. Në komision u pranua edhe amendamenti një grupi deputetësh të cilët kërkuan që një herë në vit të kontrollohen dhe përditësohen të dhënat në sistem, si dhe ato të harmonizohen me të dhënat e institucioneve të tjera, siç janë ajo e drejtësisë dhe Ministrisë së Brendshme. Regjistri i posaçëm i personave të dënuar për krime seksuale ndaj fëmijëve është një databazë që përmban informacione për persona që janë dënuar me vendim të formës së prerë për abuzim seksual të fëmijëve, përfshirë pedofilinë.